mblidhen në disa raste njerëz dhe bahen në formë të halkës rreth dhe kapen krah për krahu si në valle dhe fillojnë pastaj duke kërcyer në disa raste edhe me def dhe duke thonë Allah, Allah, Allah e kështu me radhë. Deri kur të lodhen, deri kur djersohen të raskapiten në rregull. A e bën këtë ibadet? Po, a është ibadet? Ibadet në rregull. A e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A është mbledh me sahabet në këtë mënyrë, me Abu Bekrin, me Omerin, me Uthmanin, me Aliun dhe të sillen në atë mënyrë dhe të thonë Allah, Allah e kështu me radhë. A e kanë bo? Nëse e kanë bo, duhet ta gjejmë ku. Po nëse nuk e gjejmë askund, atëherë automatikisht kuptohet që ky ibadet nuk vlen, nuk ka shpërblim. Jo që nuk ka shpërblim, ka mundësi që të ketë edhe gjuna, mëkat ndaj Allahut Azza wa Jall. Për çfarë arsye? Për arsye se është në kundërshtim me sunetin.